Të nderuar kolegë, e nderuar drejtuese e seancës, sot është nga herët e pakta në parlament, në fakt ku të dy anët e politikës po flasim njësoj. Po flasim me fjalët në fakt që duhet flasim çdo ditë, jo vetëm ditën që miratohet rezoluta. Një vend nuk bëhet më europian duke hapur kapitull letër, po bëhet europian duke ndërtuar institucione që funksionojnë realisht. Nuk bësh europian duke miratuar ligje me shpejtësi, por atëherë kur qytetari beson se ligji vlen njësoj për të gjithë, kur drejtësia nuk ndalet para pushtetit, kur zgjedhjet nuk kontrollohen nga shteti, kur media nuk kërcënohet nga qeveria, kur fondet publike nuk shkojnë ke një pakicë lidhur me pushtetin. E unë besoj që shumë raporte ndërkombëtar i kanë theksuar këto, ashtu siç i thekson dhe raporti i Parlamentit Evropian. Progresi nuk matet me numrin e ligjeve të miratuara, as me prezantimet në PowerPoint që bën qeveria, por matet me reformat qëndrueshme, të pakthyeshme dhe me funksionimin real të institucioneve. Shumë raporte ndërkombëtare kanë cituar problemet që ka sot Shqipëria. E në këtë parlament opozita i ka ngritur këto shqetësime, duke nisur me korrupsionin dhe me rënjen e besimit dhe të perceptimit tek lufta ndaj korrupsionit, duke e kthyer atë në një shqetësim serioze, në një pengesë për Shqipërinë. Thuhet që vullneti i politikës dhe mbi të gjitha e këtij parlamenti duhet patjetër që të ishte në luftën ndaj korrupsionit dhe në mbrojtjen e tij. Sot ne kemi shumë teste përpara, po testi më i madh është ai i pandëshkueshmërisë. I asaj pandëshkueshmërie që fatkeqësisht ka bllokuar dhe këtë proces për 5 muajt e fundit. Me pak fjalë, problemi nuk është mungesa propagandës. Problemi në Shqipëri është mungesa e drejtësisë, mungesa e pandëshkueshmërisë. Sepse në Shqipëri kemi krijuar një sistem ku shteti është i fortë përballë qytetarit e i dobët përpara pushtetit. Kemi një sistem ku tendera, koncesione, investime strategjike, planifikim urban janë kthyer si një mjet kontrolli politik e ekonomik. E pikërisht këtë duhet luftojmë, e pikërisht këtë duhet të dënojmë. Unë besoj që sot fjalët korporata investimeve, investime strategjike, fjalë të cilat janë kthyer në pengesa nuk duhet ishin më në rendin e ditës, sepse këto probleme reale që Shqipëria ka, që ju i quani zhvillim ndërkohë që janë pengesa, janë pikërisht ato detyra që ne kemi përpara, ato detyra që parlamenti ka përpara. Kapja shtetit nuk fillon vetëm kur kontrollohen gjykatat, kapja shtetit fillon kur kontrollohet ekonomia, tenderat, kur kontrollohet media, kontrollohet informacioni, kur kontrollohet administrata, kur kontrollohet procesi zgjedhor, fatkeqësisht gjitha këto sot janë duke ndodhur. Për këtë arsye ne nuk jemi vonë e nuk mund të jemi vonë asnjëherë në asnjë moment për ta ndryshuar edhe perceptimin që ka publiku, edhe atë që reflekton ky parlament. Unë i kam humbur shpresat që kjo maxhorancë ndryshon. Besoj që dhe shumica e shqiptarëve kanë humbur këtë shpresë. Por sot procesi i integrimit na kërkon që ne të sillemi ndryshe e na kërkon që të veprojmë ndryshe. Na kërkon rezultate, na kërkon institucione që rezistojnë ndaj pushtetit, kërkon drejtësi që nuk ndalet para pushtetit, kërkon zgjedhje ku partia nuk bëhet shtet, kërkon ekonomi ku konkurenca nuk mbyllet nga klientelizmi, kërkon media që nuk jeton me frikë. Arsyeja kryesore është sepse integrimi nuk është teknik. Integrimi është politik, integrimi është moral, është me të vërtet testi i demokracisë e unë besoj që opozita e ka treguar me kohë që është pro këtij procesi. Po fjalët e kësaj seance në fakt duhet reflektohen vendimet e përditshme të qeverisë. Në javët e muajit fundit në komunikimet që unë kam pasur me Komisionin Evropian, në përgjigjet që unë kam marrë, është treguar që me të vërtet pengesa kryesore kanë qenë vendimet e qeverisë. Pengesa kryesore ka qenë mbyllja e këtij procesi. Për këtë arsye, meqense dhe ministri Hoxha është sot këtu, zoti ministër, unë shpresoj shumë që nga sot në vijim ju të përpiqeni që së pari të zgjeroni ekipet negociuese, së dyti ta bëni këtë proces transparent, së treti ta bëni këtë proces për Shqipërinë e për shqiptarët, se nuk është as i ekipeve negociuese, nuk është as i drejtorëve të ministrive, po është për ato fermerët, është për bizneset që sot mbyllen masivisht, është për ato investitorët që fatkeqësisht nuk e gjejnë vendin në Shqipëri, është për studentët që largohen, është për shqiptarët që fatkeqësisht po braktisin vendin. Për këtë arsye, ky parlament ka vetëm një detyrë, ta hap e ta bëj transparent procesin,
po e bën Komisioni Evropian, fatkeqësisht nuk po e bën qeveria shqiptare. Faleminderit. Zonja Ibrahimaj, keni fjalën të përgatitet zoti Boçi. Nderuar drejtuese seancës, të nderuar deputet, të dashur qytetar, sot po diskutojmë një mocion me debat për dy raporte të cilat janë jashtëzakonisht të rëndësishme, të cilat duhen lexuar në mënyrë tërësore, nga të cilat duhet të marrim rekomandime dhe gjithë bashkë të punojmë me qëllim për përmirësimin atyre fushave të cilat kanë nevojë për përmirësim. Raporti i Departamentit Amerikan të Shtetit dhe progres raporti i Komisionit Evropian për Shqipërinë. Në thelb për të dy raportet, qëndrimi i opozitës, çka kemi dëgjuar deri tani dhe çka do dëgjojmë në orët në vijim, janë të njanshme. Ato marrin pjesë kritike të raporteve, i shkëpusin nga konteksti, i amplifikojnë politikisht dhe përpiqen të krijojnë përshtypjen se Shqipëria ndodhet në një regres ekonomik, institucional dhe demokratik. Në fakt, nuk është kjo që raportet thonë, përkundrazi. Të dy raportet janë dy dokumente serioze, profesionale dhe të balancuara. Ato padyshim evidentojnë sfida në qeverisje dhe vetë qeveria nuk i mohon këto sfida. Kjo është normale, pra pasja e sfidave është normale për çdo vend që është kandidat në hyrjen në Bashkimin Evropian. Dhe për çdo ekonomi që kalon një proces transformimi dhe reformimi të thellë. Por ajo që bën opozita është diçka tjetër. Ajo përpiqet të marrë rekomandime dhe t'i paraqesë ato me jo si komente konstruktive, por si dështim i Shqipërisë. Ndërkohë që në detaj raportet nuk thonë këtë. Përkundrazi, raporti Dash e përmendi dhe zëvendës kryeministra më parë, flet për stabilitet makroekonomik, flet për një ekonomi që rritet me 4%, flet për një inflacion nën targetin e Bankës së Shqipërisë për 2.2%, flet për një borxh publik në rënje prej 55% në vitin 2024, dhe nëse do të shohim të gjithë këto parametra makroekonomik dhe për vitin 2025 tregojnë të njëjtën trajektore. Ekonomia shqiptare në vitin 2025 u rrit me 3.8%, inflacioni qëndroi nën targetin e Bankës së Shqipërisë, borxhi vijoi të reduktohet në 53%. Pra këto nuk janë tregues të një ekonomie e cila është në krizë. Këto janë tregues të një stabiliteti ekonomik, janë tregues të një Shqipërie që po rritet më shpejt se sa gjithë vendet e Ballkanit Perëndimor dhe se sa mesatarja e Bashkimit Evropian. Janë tregues të stabilitetit